të ndjellë kaltërsi. Shpesh hasim ditë me vranësira, shi, borë, breshër e mjegullnaj. Kështu janë edhe njerëzit. Jo të gjithë të duan me qëllimet e pastra, prapa dashuriçkave të tyre fshihen inati, smira e xhelosia. Por, asnjëherë gjykimet dhe opinionet e të tjerëve nuk duhen të bëhen realiteti yt. Jetën tënde askush më mirë se ti nuk mund ta jetoj. Ti je vetvetja. Ke besim në hapat e tu, mos e gjunjëzoj çdo gjë që ta pret rrugën. Biri im i shtrejt. Të dish ta shfrytëzosh kohën edhe ta menaxhosh atë. Është primati më i çmuar në jetë. Asnjëherë mos ja lër gjërat kohës apo rastësisë. Suksesin nuk e sjell dembelizmi, ratlëku dhe rastësia, por atë sjell puna e palotshme, vullneti dhe përpjekje të vazhdueshme. Askush nuk është bërë i arrir brenda natë, dhe askush nuk e ka gjetur suksesin në raftet të dyqaneve. Biri, ta duash dhe ta shmosh tjetrin në rrugën e suksesit, edhe vetë je i ndihmuar. Ndihmoj të tjerët, je shembull për të mirë, se secila dorë ka nevojë për tjetrën. Duhet të dish se jo të gjitha buzëqeshjet janë të sinqerta, por ka nga ato që fshihen një sër helmesh e demaskimesh brapa shpina. Me gjëra dus provuar. Një krip me mas i jep shije xhellës, kur rritet në sasi të bën të helmuar. Biri im, do ta shikosh veten çdo ditë në pasqyrë, asnjëra nuk do të ngjajë me tënde. Askujt mos i beso më tepër se syve tu shre e shëndjen. Mos harro. Sot realiteti shtrembërohet në mijëra mënyra. Gjithmonë pas diçka e fsheh diçka edhe më thellë që ti nuk e sheh. Hiqu thashe themeve e përgojimeve pa shënderin. Ato janë për njerëzit e ligj e pa qëllim. Do të dërgojnë në mos arritje e buzëkër e mines. Do të ketë njerëz mos harro. Sot realiteti shtrembërohet në mijëra mënyra. Gjithmonë pas diçka e fsheh diçka edhe më thellë që ti nuk e sheh. Hiqu thashe themeve e përgojimeve pa shënderin. Ato janë për njerëzit e ligj e pa qëllim. Do të dërgojnë në mos arritje e buzëkër e mines. Do të ketë njerëz që do të ledhatojnë, e pas shpine do të përshtyjnë gjak e vrerë për ty. Por kjo nuk duhet të të shqetësoj se ata do të mbesin ashtu të dështuar. Biri im, e di se do të përballesh me problemet dhe peripeci që i sjell jeta. Ama asnjëherë le të mos pengoje kaluara dhe problemet që kanë ndodhur. Le të mbyllen një herë e përgjithmonë me një drytë të fortë harresa. Asnjëherë mos u bëj kopje apo imitimi diçkaje, nga se secili duhet ndjekur unin e tij. Mos u ngop së punuari. Mos u kënaq me atë që e ke. Gjithmonë ka vend për më shumë. Biri im, jetoje jetën me nder.